Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi i zemrës tuaj është person pak i mbyllur. A do të hap zemrën ky person tek ju? Do të hap zemrën, është personi pak i tërhequr, pak i mbyllur, do të hap zemrën tek ju ky person? Pra, është në një meditim, pra mediton me veten e tia për të gjetur atë përgjigjen, për të reflektuar me botën e tij shpirtërore. Lufton fort që të shpreh atë diçka të fortë që ndjen për ju. Do të bëj një udhëtim për të ardhur drejt jush, për t'ju shprehur atë gjën që ju prisni nga ai person që t'ua thot. Dhe 3 i kupave tregon një fest që do të bëni bashk mbas një lufte të madhe që ai ka bërë me veten e tij. Juve, 4 shkopive më tregon që juve do të keni një paqe të dy bashk, një harmoni, një qetësi, sepse jeni të dy persona shumë shpirtëror dhe familjar, që doni të krijoni një familje. Keni një lidhje të fshehtë, hëna ju mbron në këtë lidhje dhe personi i zemrës tuaj është larg. Lufton fort që ty gjithmonë në prërin tënd të sill pupën e argjend, pra fjalën e ngrohtë, e të hap zemrën, sepse është një person shumë i sinqert. Kjo letër tregon për sinqeritetin që ka ky person, që i vogël dhe tani në këtë moshë. Është pak i tërhequr sepse është i rrethuar nga njerëz pak të ftohtë, njerëz të ngushtë, me zemër të vogël, por ky do të shpreh, ka shumë fjalë, pasion, dashurie për të shprehur këtë gjë të mirë që ka brenda vetes tij, për të hapur zemrën dhe për të shprehur ato që ai ka brenda vetes të mbyllura, të mbatura brenda, sepse tek ty shikon mbretëreshën e shkopimve, një femër intelekte, të dashur, që i fal dashuri pas një lloj interesi, pas një lloj kompromisi. Me kë rezonon? Me gërmën N, me gërmën Sh, me gërmën C, H, R, G, Q, Y, me gërmën F, Z, G, B, D, S, gërmën A dhe gërmën R. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me binjakët, me akrepin, me ujorin, me peshoren, me ligjëreshën, me luanin, me brisjapin dhe me shigjetarin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.